Fal një avantazhi të fituar në prahimin e parë, Kristi ndau shtretërit e 13 banorëve të tjerë. Këto ndarje sollën disa debate në shtëpi, sidomos me Ilirin, i cili nuk ishte dakord të flinte në një krevat me Armirin. Të dy banorët patën disa përplasje gjatë këtyre ditëve, ndërsa në prime debati vijoi kështu. Iliri, nuk fle dot burr me burr. Fjeta si kaçak. Po na dhat ndonjë krevat, mirë do bëni. Unë e di që vëllai i madh është i mirë dhe do më bëj një surprizë, do më bëj një krevat mbretëror, por të fle vetëm se mos fle me Senon. Kristi është skuth, është ujk. Jemi në primen e dytë, unë s'kam fjetur në krevat akoma. Ja arriti. Edhe unë edhe Seno. Protestova në mënyrën time. Seno, për mua aq shumë sa jam kënaqur dy net. Unë e kam shijuar. Kjo fal Ilirit se në çdo situatë nxjerr batuta. Unë e kisha problem ndarjen. I qëndroj disa gjërave që nuk i thyej. Si Iliri, edhe unë drejt asaj rruge isha. Për Ilirin bëri gabim, duhet i jepte një shtrat. Kristi, sa i përket zgjedhjes, mendoj se egzageruan. E morën sikur. Mendoj se për disa të tjerë, unë kisha një avantazh, por e shpërndava në 6 personazhe të tjerë. Nuk ditën ta shfrytëzojnë. Nuk din fare nga futbolli. S'ditën ta luajtën. Ta shijojnë futbollin për te ekranin, se për të luajtur nuk janë. Ilir, nga baja me do e bëj qiqër. Dje kuptoj që dolëm ne të fituar. Kristi, unë nuk e kam lënë fare Ilirin gjatë këtyre ditëve. Mendoj se Iliri ka përfituar shumë, por mund të përfitonte edhe më shumë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.